Thashë për çdo kompeticion ne rriten pretendimet tona, nuk jena më ajo Shqipëria që shkojnë për mos humbë thellë ose shkojnë për bëha lojë dinjitoze. Këtë radhë do pretendojmë që të marrim pikë e nevojshme që ne na duhen për të siguruar qëndrimin në ligën B dhe normalisht pretendojmë diçka më shumë në bazë të lojrave dhe normalisht duke pasur gjendjen fizike të vajzave si do e kemi dhe të shpresojmë që të bëjmë diçka më mirë këtë edicion. Ideja është ne me këto dy lojtarët, me këto lojtarët më të vjetra që kemi pretendojmë që të fuqizojmë akoma më shumë skuadrën, që kemi konkurrencë më shumë dhe normalisht presim shumë për këtyre dy lojtarëve, sepse janë lojtarë që kanë qenë pjesë e jona dhe janë rikthy, ndërsa për vajzat e reja japim një mundësi më shumë që ta shohim veten pranë ekipit parë, që duke punu shumë, duke vënë maksimumin, duke djersitë shumë dhe duke pas një shembull vajzat që ne kemi në skuadër, edhe të ecim përpara dhe ta kenë një derë të hapur te ekipi kombëtar A. E kemi bërë gjithmonë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Normalisht ne duhet të kemi gatishmërinë e vajzave të reja që ta shohim veten pjesë përbërëse të skuadrës dhe t'ia japim ne mundësinë që ata të jenë pjesë e rëndësishme e skuadrës tonë. Po të tre kundërshtarët janë kundërshtarë të fortë, pavarësisht se shkallëve vështirësisë e malit zi me check-in ndryshon ose me Wales ndryshon prapë akoma më shumë. Por për ne e rëndësishme është që të mendojmë dhe të punojmë këtë ditë për të kaluar me sukses nesër me malin e zi. Është shumë e rëndësishme për ne që ta kalojmë këtë nesër me sukses dhe pastaj do mendojmë edhe për check-in. Kundërshtarët janë fortë, do një impenjim maksimal, do një vlerësim maksimal dhe t'japim 100% që ndonë fush për të marrë atë që ne pretendojmë për të marrë këtë sezon.